Ka një problem, zoti Caka. Mund ta bëjmë ligjin më të mirë në botë. Mund të jemi më të kujdesshmit në dynja. E megjithatë, ajo që kemi parë deri në këto momente është që edhe ankesat e individëve kandidatëve, edhe ankesat e partive politike, kryesisht atyre të opozitës, do dërgjen në banakun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deri në këto momente kemi parë një KQZ, me keqardhje them këtë, të provuar të anshme, apo symbyllur, siç është rasti i dënimit të kryetarit të Bashkisë të Kuçovës, që u detyrua spaku ta njoftonte që gjëse e keni çik të dënuar këtë tipin, a thua se kishte nevojë KQZ-ja. Pra, në ç'pozit është mbi të gjitha sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe pas zgjedhjeve të fundit të përgjithshme, duke hyrë në zgjedhjet e reja lokale, sa e takon seriozitetit, besueshmërisë, paanshmërisë. Jo, unë kam bindje dhe jo pa bazë, kam bindje dhe të provuar dhe të jetuar që Komisioni Qendror, ky Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që është tani, është komisioni më i dobët në 35 vite të demokracisë shqiptare. Pse e them këtë? Spari do të jap vetëm një statistikë. Në emisionin e kaluar më duket se e përmenda. Numri i ankesave dhe shkeleve të raportuara në zgjedhjet e 11 maj 2025 kryesisht nga subjektet e opozitës ishte 456 dhe numri i ankesave diku te 199-200, nga të cilat komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, zoti Celibashi, propozoi mas vetëm për 3, nga të cilat u mor mas nga kasi vetëm për 1 dhe masa ndëshkimore ishte në masën 3.000 lekë të reja. Pra, gjithë zgjedhjet e 11 maj... Edhe një, ishte statistikë spektakolare. Jo, janë në faqen zyrtare të KQZ-s. Pra, janë propozuar, janë denoncuar 456 shkelje për subjekte të ndryshme. Shkelje. Kemi 200 denoncime për 456 subjekte. Këto janë statistika zyrtare të KQZ-s. Nga të cilat, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve ka propozuar mas vetëm për 3, nga të cilat, kasi ka dënuar vetëm 1. Mos gaboj me 3.000 lekë të reja, duhet ta shoh. Gjob. Kjo ishte statistika zyrtare. Ky ishte deformimi i zgjedhjeve të 11 majit. E para. Me 30.000 lekë, domethënë, gjithë pushteti në Shqipëri. E para. E dyta. Mazhorancë kushtetuese ju dha. E dyta. Kishim vitin e kaluar, isha antar i Komisionit Rregullator, kishim një propozim për të votuar të burgosurit. Më duket se sot ka në KQZ një... Jo, kishte para disa kohësh. Kishim një propozim për të votuar burgosur. Je shkon dhe PD-ja më duket për këtë çështjen e burgosurve sot. Po sepse në djenin tim e ka ngritur si problematik. Dhe propozimi për votën, për të rregulluar votën e burgosurve, që sigurisht është një drejt kushtetuese, por ka disa norma të parashikuara edhe në kodin civil, edhe në kodin zgjedhor, edhe në ligjin për gjendjen civile, dhe vitin e kaluar ky propozim për të rregulluar, për të krijuar facilitetet burgosurve, se si të votojnë ata që sigurisht dalin 90-10 për mazhorancën, çuditërisht, ishte në gjykimin tim dhe të koleges Vuka, ishte në kundërshtim të hapur edhe me parimet dhe me parashikimet e kodit civil, e drejta e vendbanimit dhe vendsqendrimit, po edhe me parashikimet e kodit zgjedhor. Ndërkohë që pavarësisht se ligji për gjendjen civile parashikonte tentonte ta rregullonte, gjykimin tim prevalon ligji më i lartë organik që është kodi civil dhe kodi zgjedhor. Dhe ky propozim urrëzua si vjet, çuditërisht ka kaluar. Dhe mua më bën përshtypje pse i njëjti projekt vendim për shqyrtim dhe miratim nga Komisioni Rregullator, vjet urrëzua si vjet kaloi. Ky është subjekt ankimi nga palët e interesuara dhe në kolegjin zgjedhor, por edhe në ndjenin time edhe ligji për ndryshimet e ligjit për gjendjen civile është në gjykatën kushtetuese, është subjekt ankimi nga Partia Demokratike. E treta, kam edhe një problem